Dhe sot do flasim për ungjillëzimin e hyrlinces, është një festë hyrlincore, siç e dim të gjithë besoj, e dim pak a shumë se si ndodhi dhe ungjillëzimi i hyrlinces, sepse e përshkruan shumë bukur dhe ungjillor Lukai në kapitullin e parë. Pra pasi përshkruan edhe Elisabetën, që ishte kushurira e së të rëshentës, e cila ishte 7 zanë dhe pas 6 muajsh pasi u takuan, ndjeu domethënë që fëmia që ndodhej në barkun e saj kërceu me gëzim pasi takoi të rëshentën. Dhe më njëherë pas 6 muajsh kur Elisabeta realisht ishte 7 zanë, në atë kohë ndodh që në qytetin e vogël, të parëndësishëm, pa ndonjë rëndësi të veçantë, domethënë të Nazaretit, të Galiles, atje ku jetonte e të rëshenta, e cila ishte vluar dhe ishte fejuar në thonjza me Josifin, ndodhi pikërisht kjo që njohim neve sot si ungjillëzimi i saj. Çfarë është ungjillëzimi? Se si term base nuk e njohim si term. Ungjillëzim vjen dhe fjala ungjill gjithashtu, kanë një lidhje këto me njëra tjetrën, që do të thotë lajm, lajm i mirë. Evangelio, që do të thotë angelia, që do të thotë lajm i mirë. Vjen nga gjuha origjinale që është greqishtja dhe do të thotë lajm i mirë. Pra, është si të themi dhënia e lajmit të mirë tek hyrlincja. Çfarë ishte ky lajm? Dhe ju besoj e dini gjithë atë historinë që ndodhi, dhe unë do ta shikoja pak jo nga këndvështrimi i ungjillor Lukaj, sepse ai e thot shumë qartë dhe besoj të gjithë e dini, por do ta lexoja nga një himn. Fillimisht dua të lexoj tek troparet që njohim neve tek një shërbese që ndodhet në mes të shërbesës së mbrëmësores, pra është një pjesë e shërbesës së mbrëmësores e cila njihet si liti, të cilën ne shpeshherë nuk e kryejm këtu për mungesë edhe të himneve të litis, por kryesisht himnet e litis këndohen në për agripni dhe në për festa panigjirike, shumë kremtuese të shenjtorëve dhe të festave të ndryshme, ku bëhet një procesion në mes të shërbesës së mbrëmësores dhe kalohet në pjesën e narteksit, pra në pjesën e parakishës, ku të gjithë së bashku fëmijët që shërbejnë në brenda njerore me kryqin, me këto sendet e tjera liturgjike, bëjmë procesionin bashkë me klerikët dhe me ikonën e festës në dorë, dalin në pjesën e parakishës, ku kryet një lloj, mund të themi, një lloj shërbese e shkurtër, e cila njihet me emrin liti. Dhe para se të fillojë, gjatë kohës që ndodh procesioni, fillojnë këndojnë këto tropare. Dhe një prej tropareve që do këndojmë, që do të dëgjoni tani nga shërbesa e litis, është ky. Dhe i tregon shkurtimisht atë që ndodhi ditën e ungjillëzimit. Thot: Ëngjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia tek një vjegjëresh e panjollshme në qytetin e Nazaretit të Galiles, që t'i jepte lajmin e mirë të ngjizjes së çuditshme. Shërbëtori i patrup u dërgua te qyteti i gjallë dhe te porta mendore, që ta lajmëronte atë për zbritjen e kryezotit. Ushtari qellor u dërgua te pallati i gjallë i lavdis, që t'i përgatiste krijuesit një banesë të përhershme, dhe pasi ju afrua, i thiri asaj. Gëzohu ofron në formë zjarri, që je më e lavdëruar se 4 qeniet e gjalla. Gëzohu katedrë mbretërore dhe qellore. Gëzohu o mal i palatuar, o en e çmuar, sepse tek ti banoi trupërisht tërë plotësia e hyjnisë, me miratimin e Atit të përjetshëm dhe me bashkëpunimin e Shpirtit të Shenjtë. Gëzohu o hirplot, Zoti është me ty. Ky është një prej tropareve. Sot unë
nuk do doja që të flisim rreth këtij tropari. Thjesht ja u lexova këtë tropar për t'ju dhënë dimensionin, atë dimensionin tjetër, se si mund të përshkruhet një ngjarje e cila është tashmë e pasqyruar dhe në shkrimin e shenjtë, siç ju thashë në Ungjillin sipas Lukait, por dhe në një formë tjetër e përshkruar tek himnet e kishës, ashtu siç e lexuam. Por himni për të cilën sot do doja t'i referoesha më tepër, është lavdia e thirrtorëve që këndojnë përsëri në shërbesën e mbrëmësores, e cila më duk më e përshtatshme për ta komentuar dhe për ta analizuar së bashku sonte. Dhe kjo lavdi thotë në këtë formë dhe më pëlqeu fakti i këndvështrimit të himnografit, i cili është Joan Murgu, që ka të bëjë me Joan Damaskinin, pra është një krijim i Joan Damaskinit, i cili shpeshherë e njohim, e shikojmë në himnet tona i shkruar dhe thjesht Johani Murg, pra thjesht Johani Oshënari ose Murgu ose Damaskini. Dhe më pëlqeu këndvështrimi i tij në lidhje me të kremten e ungjillëzimit, ku protagonist në thonjza, patjetër Hylincja është, por e parë në këndvështrimin e kryeangjëllit Gabriel. Dhe ta shikojmë pak ndryshe nga ajo që kemi parë zakonisht. Dhe himni thotë: kryeangjëlli Gabriel u dërgua prej qiellit që t'i sjellë Virgjëreshës lajmin e mirë të ngjizjes. Pra ashtu siç e thotë edhe vetë tropari, thotë që një kryeangjëll, që do të thotë nuk është një angjëll i zakonshëm, bëhet fjalë për një kryetar të angjëve që është shfaqur në shumë momente të historisë së njerëzimit ky kryeangjëll. Në momente kyçe, duke filluar si në dhjetën e vjetër, ashtu dhe në dhjetën e re, në shumë momente. Dhe karakteristika kryesore e kryeangjëllit Gabriel është sepse është lajmëtar. Dhe zakonisht lajmëron ngjarje shumë të mëdha në historinë e njerëzimit. Dhe ai u caktua prej Zotit, prej Perëndisë të Triadik, që të shkonte dhe ti përçonte Hylinces Mari lajmin e mirë, siç e thotë lajmin, atë që ne quajmë sot ungjillëzimin. Pra ta ungjillëzonte. Kur themi ungjillëzojmë, është të çojë lajmin e mirë. Dhe thotë që ky kryeangjëlli Gabriel, pra e dim dhe emrin, Gabriel, u dërgua prej qiellit. Pra qielli këtu, në kuptimin, u dërgua nga bota e padukshme në botë. Pra qielli nuk kupton botën e padukshme, jo atë të dukshme, edhe pse është fjala qiell, në rastin konkret himnografi do të thotë botën e padukshme. Pra nuk kupton botën e padukshme. Që t'i sjell Virgjëreshës, edhe jo më kot përdor termin Virgjëreshës, sepse e dim shumë mirë gjithë historikun e jetës Hylinces deri në atë moment. Se si ajo lindi, nga Joakimi dhe Ana, se si në moshë të vogël u përkushtua në tempull, dhe se si asnjë vajzë tjetër në historinë e njerëzimit, që ndroi afër tempullit dhe mendohet nga tradita në të shenjtat e të shenjtave, brenda në tempull, e cila kishte një komunikim të vazhdueshëm me botën e padukshme, me Zotin radhë parë, me ëngjëjt e tij, dhe bënte një jetë me lutje, me kreshmim dhe në pritje të këtij misioni të madh. Dhe pikërisht, kjo Virgjëresh, prandaj thotë edhe Virgjëresh, sepse ajo nuk njoh asnjëherë burr në jetën e saj, por ishte e virgjër para lindjes, Virgjëresh në lindje dhe Virgjëresh pas lindjes. Edhe këtë e dini shumë mirë, e pasqyrojnë 3 yjet që ka në ball, në 2 cepat e tjerë, në të djathtë dhe në të majtë, në ikonë. Po ta shikojmë Hylincën, ka 3 yje atje. Ato këtë simbolizojnë, që ishte Virgjëresh para lindjes, Virgjëresh në lindje dhe Virgjëresh pas lindjes. Dhe e thekson faktin që ajo ishte Virgjëresh.
Edhe pse ajo, siç e dim nga historia, ajo u fejua me një burr i cili ishte i martuar më përpara dhe në atë kohë ishte i ve, sepse madje kishte edhe fëmijë nga gruaja e mbarshme që ishte Josif vlesori që e quajmë, ose i fejuari për kujdestari domethënë i hylincës. Dhe do thoni ju, pse duhet patjetër hylincia të kishte pikërisht këtë lloj të ndodhte kjo gjë që ajo përderisa ishte përkushtuar Zotit në tempull, nuk ishte pse të shkonte dhe të ishte pranë një burri, pranë këtij Josifit. Por ishte jashtëzakonisht shumë e nevojshme dhe jo më kot Josifi bëhet pjesë e planit të Perëndisë për shpëtimin e njerëzve, ashtu si hylincia. Pse? Sepse ajo nuk mund të qëndronte në tempull, edhe të ndodhte ungjillëzimi në tempull, sepse hylincia do të akuzohej që kishte kurvëruar. Nuk ishte një burr. Dhe për njerëzit, ajo ishte një dënim që dënojnë me gur. Pra, e merrnin judejt edhe e ekzekutonin përpara gjithë popullit dhe i godisnin me gur. Dhe jo më kot, kisha, ajo kur mbushi 14 vjeç, nuk mund të qëndronte më në tempull, sepse në atë moshë vajzat shkonin dhe martoheshin. Në moshën 14 vjeçare në atë kohë ishte moshë e përshtatshme për tu martuar. Dhe burrat kishin një moshë diku te 22 vjeç, që ishin më të mëdhenj domethënë se vajzat, se gratë, që të martoheshin. Dhe hylincia ishte 14 vjeçare kur doli nga tempulli dhe kur pas disa muajsh ndodhi pikërisht ungjillëzimi i hylincës, pra ungjillëzimi i saj. Dhe për këtë arsye menduan që ajo të ishte pranë një burri. Jo sepse ata kryen marrëdhënie seksuale, por sepse ajo duhet të ishte atje që mos dilte përpara syve të botës që kishte kryer një akt domethënë të dënueshëm. Dhe përpara njerëzve ishte pranë një burri, edhe pse njerëzit nuk e dinin planin e Perëndisë. Këta e dinte vetëm Josifi edhe hylincia. Edhe se Josifit vetë, ishte edhe Josifi në vorbullën e mendimeve, po ta shikojmë shpesh Josifin e shikojmë duke i qëndruar kështu i vrenjtur ose i menduar nëpër ikona. Dhe jo më kot sepse ishte një ngjarje që edhe atë e tronditi jashtëzakonisht shumë. Jo sepse ai e mori që ai të ta kishte një grua të vërtet hylincën. E mori për të përkujdesur sepse ishte shfaqur nga Zoti që ai duhet të përkujdesej se ajo ishte përcaktuar kishte për të ndodhur një plani hyjnor, pra plani i shpëtimit të njerëzit. Dhe thotë më pas që i do të jap lajmin e mirë të ngjizjes. Në momentin kur edhe thot më pas, teksa shkonte drejt Nazaretit, na tregon ku ishte dhe vendodhja e hylincës në atë kohë, pra në Nazaret të Galiles. Kryeangjëlli tani mendonte kryeangjëlli me vete. Dhe çuditej për këtë mrekulli, sepse ai ishte parathënë kryeangjëllit që ti do vesh t'i thuash këto gjëra hylincës. Dhe çfarë thot tash kryeangjëlli? Duket shumë sikur është një njeri që fillon edhe mendon rreth këtyre gjërave. Si mund të lindë prej një virgjëreshe, thot kryeangjëlli, ai që banon në më të lartat dhe që është i pakuptueshëm. Pra, atë që ne e themi shpeshherë, misteri fshehur prej jete dhe i panjohur ndër ëngjëjt. E themi shpeshherë të tropar. Madje themi një tropar tjetër që është tropari përlëshores së kësaj feste, themi që është dhe shfaqja e misterit të qëmotshëm. Pra është një mister që ishte shumë i vjetër, që as ta merrte mendja, domethënë një mister i fshehur. Nuk mund ta nuk e dinin as ëngjëjt, as njerëzit, as kush. Pra ishte diçka e paperceptueshme dhe vetë kryeangjëlli fillon dhe të futet në mendime si është e mundur, thot, që vetë Perëndia të lind Perëndia prej një virgjëreshe
Dhe thot, ai që është i pa kuptueshëm. Do me thënë, dhe fillon, vazhdon akoma dhe thellohet më tepër në mendim e thot, si mund ta nxjerrë barku i një gruaje, atë që qiellin e ka si fron dhe tokën si në këmbëset të tij. Do me thënë, atë që është i panzën, atë që s'mund ta, është si tani që të futesh një oqean, ta futesh në një grop. Mund ta bësh të gjë? Se bën dot. I panzëni Perëndi si na u shfaq në gjithë tani, thot himni i Krishtlindjes. Do me thënë, vetëm të imagjinosh këtë gjë, është me të vërtetë e pa perceptueshme për ëngjëjt dhe për njerëzit, për botën e dukshme dhe për botën e padukshme. Vetë kryeëngjëlli çuditet që do vinte t'i thoshte këtë lajm, edhe atij dukesh e pabesueshme. Do me thënë, thotë, ai që qiellin e ka si fron, pra sa i gjerë dhe sa i madh është Perëndia, dhe tokën e ka në këmbë se ku ve këmbët e tij, simbolika, këto metafora që përdor himnografi për të përshkruar madhështinë dhe atë panzënshmërinë e Zotit. Dhe thot, ai, kryeëngjëlli vazhdon, të cilin nuk mund ta vështrojnë dot ëngjëjt me 6 krah dhe me shumë sy. Pra, e imagjinojnë tash ata ëngjëjt sado që janë afër Perëndis, sipas kategorive të tyre, 9 kategorive të ëngjëjve. Prapë së prapi nuk mund të shikojnë dot hyjnin se ata janë krijime. Dhe thot, as ëngjëjt me 6 krah dhe do me thënë kerubimet dhe serafimet nuk kupton këtu. Kerubimet me shumë sy dhe serafimet me 6 krah që janë. Ata nuk mund ta vështrojnë dot, se nuk mund të rojnë dot, nuk mund të jetojnë dot një qenie e krijuar përpara Perëndisë së pa krijuar. Kështu që sa bukur dhe thot kryeëngjëlli, ai që nuk mund ta vështrojnë dot ëngjëjt me 6 krah dhe me shumë sy, pranoi të mishëroj. Kjo është për mua misteri i mistereve. Nuk e kam thënë dhe herë tjetër dhe e pohoj prap, që misteri më i madh është, dhe jo më kot Kisha Ortodokse, ka vendosur Krishtlindjen si festë shumë të rëndësishme në kalendarin e saj. Sepse Krishtlindja, pra lindja e Krishtit, mishërimi i Zotit Krisht, është diçka që asnjë besim në botë tjetër nuk mund ta mendoj dot në teologjinë e tyre, mos ta perceptojnë dot që si mundet Perëndia, ai që është shumë i madh, ai që ndodhet, ku di unë, me gjithë karakterizimet e Perëndisë, të vi dhe të mishërohet. Kjo është bukuria e besimit të krishterë, dhe madhështia e besimit të krishterë. Humanizmi më i madh i ndodhur në historinë e njerëzimit. S'ka humanizëm më të madh se ky. Njeridashje më të madhe, dashuri për njerëzit, për njeriun, dhe për qenien njerëzore, për krijimin, se sa vetë Perëndia të zbres, të denjoj, të përdorin terma të dur, të denjoj Perëndia i plot fuqishëm, i tërë fuqishëm, me gjithë karakterizimet që i japin Perëndis, dhe të mishërohet, të bëhet njeri. Kjo është e paperceptueshme, edhe nuk mund të perceptohet kurrë e kurrës derisa të ekzistojë bota. Është mister i madh dhe i çuditshëm. Dhe thot, pranoi të mishëroj, për çfarë arsye pranoi të mishëroj? Nga mirësia. Në një vend tjetër, një tropar të lavdërimeve të kësaj të kremtëve thot tjetër gjë. Nuk thot nga mirësia, por thot, ja ta lexojmë, u bë njeri nga dëmshuria. Nga mirësia dhe nga dëmshuria që pati për njeriun dhe konkretisht për atë që vetë ai e gatoi në një farë mënyrë në thonjsa me dorën e tij. Për të paragatuarit Adami
edhe Eva, edhe gjithë pasardhët e tyre deri në ditët tona. Pra nga mirësia dhe nga dëmshuria, Perëndia tashmë vjen lajmi që Perëndia do dëshiron që të gjizet brenda barkut të Virgjëreshës Mari. Dhe thotë që pranoi të mishëroj nga mirësia, prej asaj vetëm me një fjalë. Sepse në momentin kur vajti ëngjëlli, gjën e parë që i tha hylinces në atë moment kur vajti, dhe hylincia nuk u trem, më shumë u habit, sepse ishte kaq e përullur, ishte kaq kishte arritur në lartësi të madhe shpirtërore, sa që nuk mund ta imagjinonte dot se nuk po kuptonte arsyen hylincia në atë moment, arsyen pse kryeëngjëlli po i drejtoi asaj. Domethënë, nuk kishte një mendim të madh për veten. Këtë dua të them, nuk kishte një pritshmëri të madhe që unë pasi kam bërë gjithë jetë kaq të virtytshme, edhe ti dukeshte diçka e bukur, domethënë diçka e pritshme që ti shfaqesh ëngjëlli. Nuk kishte pritshmëri. Ne shpeshherë presim në jetë, pak rritemi çik shpirtërisht, mësojmë bëjmë një gjë ose ku di unë, duam na shfaqet, ku di unë, të shikojmë mrekullirat, të shikojmë Zotin, të shikojmë këtë, të shikojmë atë, se menduam se arritëm majat e ajo, edhe pse ishte më e shenjtë se çdo njeri mbi dhe, deri në atë moment, edhe deri në atë moment dhe derisa të jetoj bota, nuk ka pasur, nuk do ketë, nuk ka dhe nuk do ketë njeri më të shenjtë se hylincia. Ishte ena e kulluar, më e pastër se ajo nuk ishte, edhe nuk ka për të pasur. Dhe Zoti nuk zgjodhi të mishëroj në një vend të papastër, po zgjodhi tek ena më e pastër që ekzistonte dhe që do ekzistojë. Dhe Zoti e dinte që ajo do ta pranonte me vullnet të lirë, por e paraqite, e dinte që ajo do ishte banesa ku do të linte dhe do bëhej nëna e Perëndisë dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Dhe ajo u habit dhe jo u tremb, nuk u tremb. U habit për arsyet që u thash, sepse ishte shumë e përullur. Dhe Zoti banon vetëm në zemrat të përullura. Zoti vjen edhe lind në zemër të përullur. Shpirt të dërmuar dhe të përullur. Shpirtin e dërmuar dhe të përullur, Perëndia nuk do ta përbuz, thot Psalmi 50. Pra, vetëm në për vendet të tilla banon Zoti. Vendet që ka egoizëm, krenari dhe gjithçka negative të kësaj sfere, nuk banon Zoti. Dhe hylincia ishte vendi më i përshtatshëm sepse ishte përullur. Dhe në momentin kur pa kryeëngjëllin, më shumë u çudit, kështu thonë troparët. Çuditej dhe çuditej. Domethënë u çudit, u habit, për pse ju shfaq asaj. Dhe i tha që fjalën e parë që i tha kryeëngjëlli, i tha gëzou. Pse i tha gëzou dhe nuk i tha një fjalë tjetër? Është fjala më e bukur që ekziston, sepse deri në atë kohë gjithë njerëzimi jetonte në një trishtim, jetonte në një hidhërim. Nuk kishte mundësi të shpëtojmë njeriu, sepse dyert e parajsës ishin mbyllur. Dhe njeriu qëndronte në si të mirë, si të drejtë, si jo të drejtë, si mëkatar, nuk kishte ndonjë ndryshim nga njëri tjetri. Dhe prandaj duhet të vinte shpëtimtari që të restauronte ikonën, atë që ndërtoi vetë, atë që krijoi vetë me duart e tij. Dhe pikërisht kryeëngjëlli i thot fjalën e parë, i thot gëzohu, i thot. Domethënë, gjën e parë që i thot, i jep gëzimin, i fal gëzimin. Sepse gëzimi, thot një tropar, i lavdërimeve thot, e përshëndet me fjalën gëzohu, që është e kundërta e trishtimit, thot tropari, i lavdërimeve. Domethënë, që nëpërmjet saj tashmë do të nisë shpëtimi,
Pra, edhe thot tropari i Pëleshores, sot është nisja e shpëtimit tonë. Dhe prandaj i fton njerëzit që të gëzohen, sepse nis shpëtimi i njerëzimit. Pra me hylinsën fillon tashmë me fjalën dhe me pranimin e saj, që u bëf sipas fjalës sate, ashtu siç tha, hylinsja në momentin pa hezituar, fillon kapitulli i shpëtimit të njeriut. Dhe atë që i thotë, nuk i thotë thjesht gëzohu, që na jep të gjithëve një farë mënyrë shpresë dhe gëzim, për dhe mund të themi kuraj që tashmë ka filluar misioni ose plani i shpëtimit të njeriut. Dhe rol të rëndësishëm luan hylinsja brenda këtij plani. Dhe kryeangjëlli nuk i thotë vetëm gëzohu, por i thotë gëzohu o hirplot. Pra, sepse ajo ishte, siç thash, ishte një person me virtyte dhe me hire dhe me dhuratat e Shpirtit Shenjtë brenda saj. Nuk ishte një person i zakonshëm, po ishte një person me plotësinë e hireve. Jo thjesht me hirshme, se e hirshme do të thotë ana. Kjo nuk ishte thjesht e hirshme. Kjo ishte në plotësinë e tërë hireve, e plot në hir. Prandaj quhet hir plot, plot me hir. Nuk ishte thjesht një dhurat, kishte tërë dhuratat e Shpirtit Shenjtë brenda saj. Prandaj quhet hir plot, e thotë Zoti është me ty. Edhe në momentin më të skajshëm, kur ajo tha u bëft sipas fjalës sate, zbret Shpirti i Shenjtë në mitrën e saj dhe ndodh ajo që ne quajmë ngjizja. Kështu ndodh. Në kishën ortodokse kështu beson kisha ortodokse, që në momentin më të skajshëm të pranimit të këtij misioni, domethënë në një farë mënyre të kësaj përgjegjësie, atëherë Shpirti i Shenjtë ndodh ngjizja prej Shpirtit të Shenjtë, që themi edhe në simbolin e besës. Pra prej Shpirtit të Shenjtë dhe Bigjërheshës Mari dhe u bë njeri. Pra, në atë moment fillon dhe prandaj për ne ka shumë rëndësi dhe momenti i parë, pra ky momenti i këtij kontakti të parë, i këtij dhënies së këtij lajmi, sepse është si të themi shpresa e parë për njerëzimin. Është fillimi që njerëzit tashmë do shpresojnë, duhet të jenë të gëzuar sepse shumë shpejt do lind shpëtimtari. Prandaj dhe kisha me troparin e saj kryesor thotë, sot nis kapitulli. Është hyrja drejt shpëtimit. Pra, që thotë sot është nisja e shpëtimit ton, edhe shfaqja e misterit të qëmotshëm. I biri Perëndis bëhet i bir i Virgjëreshës dhe Gabrieli ungjillëzon këtë gëzim, pra gëzimin që i tha. Prandaj le t'i thresim hylinses, gëzohu o hir plot, Zoti është me ty. Thot tropari. Pra, sot kemi lajme të mira e të gëzueshme. Dhe panajir virgjëror, thot kisha. Pse e kemi? Sepse të poshmet bashkohen me të sipërmet. Adami ripërtërihet. Eva çlirohet prej dhimbjes së parë dhe tenda e natyrës sonë njerëzore bëhet tempulli i Perëndis, e hyjnizuar prej Zotit, thot. Oh, çfarë misteri! Mënyrja e zbrazjes, pra kur thotë zbrazja e Perëndis, është një term që mbase nuk e di sa e keni dëgjuar, por është term teologjik, shumë teologjik. Zbrazja. Në thonjë sa zbrazja, se nuk është zbrazje, se s'mund të zbrazet Perëndia nga hyjnia. Prandaj thotë dhe himnografi thotë, mënyra e zbrazjes është e panjohur. Ne nuk e dim si Perëndia e bëri atë gjë, sepse Perëndia është i tërfuqishëm, mund të bëjë çdo gjë. Mos harrojmë këtë gjë, që është i tërfuqishëm, një nga cilësitë e Zotit, atributet e tij është tërfuqishmëria e tij, i plotfuqishëm. Prandaj dhe Krishti Pantokrator, që vendoset në qendër të kishës, është të tregon pikërisht këtë, që është i tërfuqishëm.
Mund të bëj çdo gjë Perëndia. Nuk mund ta kufizojmë dot Perëndinë. Prandaj, edhe këtë gjë mund ta bënte Perëndia. Si e bëri, ne njerëzit nuk e kuptojmë dot. Se jemi njerëz, kaq mendje kemi. Ja. Pra, si ajo gropë e vogël dhe oqeani i madh. Edhe shujin e oqeanit brenda gropës së vogël. Kështu jemi ne. Ndërsa barku mënyra e zbrazjes është e panjohur, ndërsa mënyra e ngjizjes është e pakuptueshme, thot. Ëngjëlli është shërbëtori i mrekullisë. Barku vigjëror mirëpret birin. Shpirti i shenjtë dërgohet në tokë. Ati jep miratimin prej së larti. Dhe e tëra kjo realizohet me vullnet përbashkët. Pra vullneti përbashkët i të rinisë. Atit, birit dhe shpirtit shenjtë. Me vullnet të përbashkët dhe me pranimin e hylinëses pa tjetër. Sepse është ajo. Pasi u shpëtuam prej ti dhe nëpërmjet tij, le t'i thërresim virgjëreshës bashkë me Gabrielin. Gëzohu, o hirplot, Zoti është bashkë me ty, se prej te i erdhi shpëtimi, Krishti Perëndia ynë, i cili pasi mori natyrën tonë në veten e tij, e ripërtëriu atë, ati lutju që të shpëtohen shpirtrat tanë. Faleminderit.